Mua më quajnë Fatosnano dhe prapa më vjen historia jone e përbashkët. Në fillim të viteve 90, me njëherë pas ardhjes në pushtet të Sali Berishës, Fatosnano, ish kryeministër dhe kryetari i Partisë Socialiste, u kthye në objektiv politik. Berisha e konsideronte atë kërcënim për pushtetin e vet dhe nisi një fushat të mirë organizuar për ta eliminuar. Fillimisht Nano u përjashtua nga aktivitetet publike dhe u izolua politikisht, ndërsa në prapasken përgatitej akuza penale. Kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, Blerim Çela, e akuzoi për abuzime me ndihmat italiane dhe për favore ndaj firmës Iliria Holding. Këto akuza u shndërrua në bazë për një procedim penal të drejtuar nga kryeprokurori Alush Dragoshi. Më 27 korrik 1993, kuvendi votoi heqjen e imunitetit të tij dhe 3 ditë më pas Nano u arrestua publikisht. Në prill 1994, gjykata e dënoi me 12 vjet burg për shpërdorim detyre, në një proces që u konsiderua nga shumë analistë si i motivuar politikisht. Ai qëndroi pas hekurave deri në vitin 1997, kur u lirua me amnisti pas trazirave që rrëzuan qeverinë e Berishës. Historia e burgosjes së tij mbeti një nga episodet më simbolike të viteve të para të demokracisë shqiptare, një dëshmi e përdorimit të drejtësisë për qëllime politike dhe përplasjes së ashpër midis dy poleve të mëdha të tranzicionit. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.